e fitore e skuadrës së Llapit, fitore shumë e rëndësishme kjo e skuadrës së Tare Batatinës, mirë po aq e rëndësishme sa që me hi në faqen zyrtare të Ballkanit, me lexu komentet, është të merr se çfarë mund të shohim ne me sy. Nuk kisha dashur mi pas ndalje për shkak të gjuhës fyese që komentuesit e kanë përdorur gjatë këtyre komenteve. Mi po do ta diskutojmë në studio Naim si e pe këndeshë dhe ai ka plotësu kushtet për me pas ka shumë polemika në këtë takim. Po mendoj se tash ka kthy pak si bumerang edhe Ballkanit, se e pat atë reagimin e fundit ndaj cilës ndeshje ke Prishtina. Drita Prishtina më duket ka qenë. Po drita Prishtina, ndeshja e kupës që Prishtina fiton. Po tash jemi fut në këtë fazën e kampionatit ku gjithmonë ka me pas kësi polemika, po në aspektin e fakteve është problem me folë për një fenomen ku nuk e ki faktet. Tash edhe nëse insiston të institucionet për shembull që janë përgjegjëse për luftimin e dukurive negative, edhe ata besoj tash në hermetikisht mbyllën se nuk japim informacione nëse janë të përcjellë një ndeshje të caktuar, se nuk dojnë me komprometu hetimet që janë të i bo. Nëse janë të i bo. Po, tash është problematike me folë edhe për institucionin nëse është ose nuk është aktiv. A ka elemente për me qëndru afër këtyre ndeshjeve? Unë mendoj që po, që nuk hub kur gjë kime vëzhgu. Nëse gjen elemente, nëse gjen fakte, kime dënu ekipin edhe ditën e mirë jep shembull që nuk funksionon kështu. Ndodhi vitin e kalum. Po, për derisa nuk ki fakte, është shumë problem me fol, se njerëzit po e shoh po folim në lirin më të madh, apëtin kjo lojë ndres, kjo lojë ndres, është pak problem me lëshu fjalë publikisht nëse të mungojnë faktet. Me konin ti Interi tash? Sonte apo lojë? Me Llacion. Me Llacion. E çka bisedu më herët? Po, Jalshan. Jalshan, ha? Po është trajner aty o lujt dhe minutën 110, edhe pat ndeshje dramatike. 89 minutën 23 ka përfundu ndeshja. Ta shtu e dalimi mes A ki fakte ti që kam përfundu minutën 23, që po thua? Po, ka përfundu me rezultat finale, po ta fjodin. A, final? E këto se ceke? Jo, mos më kesh kuptoni, mos më kesh kuptoni. Po në thash, më duket si cilën minutën 23 të shumë goli, 0-1, edhe pos ka pos goli, që atë aspekte po ta nuk e po ta një shembull konkret. A e mujtim, ky Manchester City, këtë Crystal Palace-in, 3-1. A u pilojnë për FA Cup. Po të lutë në që. Po t'i shkon kishë ndodhë këto. Ja ka lëshun ligë për me fitu kënej. Uno? Ja ka lëshun ligë për me fitu kënej. Ne jemi prirën për këto gjonat edhe kur është, edhe kur s'është. Po pa fakte, pa argumente. Ja, problem. Unë mendoj që pa u kanalizu sistemi me punu me fakte është probleme nëse nuk jenë gjendje me kap në flagrancë në ndeshje që dyshohet me qenë kurdist, edhe pëse është shumë problematike, se shumica e njerëzve njihen komunikimet për cilën, apo kupton, është